Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi, ja ku po ritakojemi sërish së bashku, këtë herë për t'ju dhënë një informacion nga lëvizja e fundit që ka bërë kryeministri shqiptar rreth ngjarjeve që ditëve të fundit kapluan Shqipërinë. Vërshimet bën dëme të konsiderueshme të familjet shqiptare dhe fatkeqësisht shumë familje humbën gjërat e tyre që në fakt i kanë arritur me shumë mund në jetë. Kryeministri Edi Rama ka mbledhur Komitetin Ndërministror të Emergjencave Civile për të adresuar situatën e krijuar nga përmbytjet e ditëve të fundit të shkaktuara nga rreshjet intensive të shiut në disa zona të vendit. Mbëledhja vjen pas protestës së zhvilluar një ditë para në Durrës, si dhe pas akuzave publike se hidrovorët nuk po funksionojnë dhe thirrjeve për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme. Pasi që kryeministri Rama, nuk është se kishte shpallur akoma gjendjen e jashtëzakonshme në Shqipëri. Në reagimin e tij, Rama ka bërë thirrje për qetësi dhe durim, duke theksuar se situata kërkon menaxhimin dhe ndihmën konkrete për qytetarët e prekur. Të gjithë i ka lodhur ky shi ftohtë edhe i madh, sidomos kur shihen pamjet e shtëpive të përmbytura. Dëmtimet dhe humbjet e gjesës së gjallë, thot. E di që fjala durim mund të t'i gëllojë si cingërisje veshësh, por është e domosdoshme, është shprehur kryeministri. Rama ka hedhur poshtë akuzat se përmbytjet janë pasojë e mos funksionimit të hidrovorëve, duke theksuar se rreshjet e dendura nuk ndalen me shpifje, as lumenjt nuk kthehen në shtrat përmes protestave apo sloganëve politik. Sipas tij, thirrjet për shpalljen e gjendjes të jashtëzakonshme vetëm sa krijojnë ndarje dhe konfuzion, pa kontribuar në rritjen e sigurisë për qytetarët e vendit. Ai ka theksuar se situata e rënduar nuk është vetëm në Shqipëri. Domethënë Rama ka thënë që kjo situatë famkeqe nuk është vetëm në Shqipëri, por ka prekur një hartë të gjerë rajonale dhe evropiane nga Italia dhe Greqia deri në Kosovë, në Mal të Zi dhe në Serbi për shkak të njëjta kushteve atmosferike ekstreme. Nga mbëledhja e Komitetit të Emergjencave Civile për të adresuar situatën e krijuar nga përmbytjet, kryeministri Edi Rama tha se do të dëmshpërblehen të gjitha banesat e prekura. Domethënë Rama ka marrë përsipër që do të bën dëmshpërblimin e të gjitha banesave të prekura nga vërshimet. Do të investohen 11 milion euro apo 8% më shumë se vitin e shkuar, thot. Investimet kanë rindërtuar 536 kanale ujitse dhe kullimi që ishin të përgjysmuara. Investimi më i madh ka qenë transformimi i trupave të emergjencave. Nga trupa pa kokë dhe të vështirë s'ka më keq, nga trupa që vihen në punë, thot zoti Rama. Nëse rreshjet e pazakonta të ditëve të fundit ran edhe përmbytën njësoj vendin e rajonin, sot Shqipëria është krejt tjetër. Kur ne erdhëm në qeveri, thot zoti Rama, me malin e borxheve, i shlym 1 dhe kemi përballuar me dinjitet njerëzore shtetëror. Jo vetëm detyrimet ndaj përmbytjeve, thot zoti Rama. Sot dua t'i siguroj të dëmtuarit që të qëndrojmë me të njëjtin dinjitet, qoftë edhe për banesat, edhe për gjën e gjallë. Dëshiroj të theksoj se puna intensive dhe mobilimi pandalur 24 orë në të gjithë territorin ku është nevoja dhe e bashkive, do të vazhdoj e pandërprer deri në kapërcimin e kësaj situate, thot zoti kryeministër. Ua them të gjithë deputetëve të pranishëm në këtë mbledhje përmes Zoom që të angazhuarit edhe sot edhe nesër
Edhe pasi momenti i vështirë të jetë ka përcyer, pra njerëzve dhe me njerëzit u shpreh Zoti Rama. Do të thënë Zoti Rama këtë mbledhjen e mbajti në Zoom, do të thënë e mbajti mbledhje online, ku ai dha një premtim për të gjithë shqiptarët që do të investohet deri në 11 milion euro për shlyerjen e të gjitha dëmtimeve që në fakt familjet shqiptare kanë përjetuar nga këto vërshime, do të thënë për t'i rikthyer në një farë mënyre gjësendet e veta, 8% do t'investohet më shumë se në vitin e kaluar. Do të thënë kryeministri ishte shumë i prekur nga ajo që në fakt unë e pash nga ajo që u transmetua. Në fund, kryeministri ka vënë theksin te ndryshimet klimatike dhe përgjegjësia qytetare, duke deklaruar se kjo nuk është më klima me të cilën janë rritur brezat e mëparshëm. Sipas tij, ndotja, hedhja e mbetjeve dhe shkatërimi i pyjeve vetëm se ai përkeqësojnë pasojat e ndryshimeve klimatike. Autoritetet vijojnë monitorimin e situatës në terren, ndërsa strukturat e emergjencave janë në gatishmëri për të ndihmuar qytetarët e prekur nga përmbytjet. Në fakt ky ka qenë reagimi i zotit Rama. Ai ka thënë që edhe Stambolli u përmbyt, jo vetëm Shqipëria. Në podcastin e tij flasim, ku në fjalët e tij hyrëse, zoti Rama u ndal në situatën e rëndë edhe për të përmbytjeve që kanë prekur vendin prej disa ditësh. Zoti Rama theksoi se fenomeni nuk ka prekur vetëm Shqipërinë, duke hedhur poshtë, sipas tij, interpretimet e egzageruara mediatike. Ai tha se moti ekstrem ka përfshirë një arë të shumë më të gjerë gjeografike, deri në Stambollin e largët, ku sipas tij janë parë pamje apokaliptike. Tani, ky është tashmë një realitet i ri klimatik, thot, ku jetojmë, duke shtuar se ndihet krenar që Shqipëria është sotme e përgatitur për përballimin e emergjencave fal investimeve të realizuara ndër vite në infrastrukturë dhe kapacitetin e reagimit. Kjo javë ka qenë tejet e ngarkuar me reshje me dëbor, një gjendje atmosferike e zgjatur dhe e rëndë, e cila nuk ka prekur vetëm Shqipërinë për ndonjë arsye të lidhur me vendin tonë, nga arsyet që zihen në 700 tenxhere politike e mediatike. Në me thënë, zoti Rama thot që nuk ka nevojë që edhe gjërat e zotit politizohen, por duhet që shqiptarëve t'ju ndihmojmë, duhet thot që shqiptarëve t'ju qëndrojmë pranë, duhet thot që shqiptarëve në këto ditë të vështira t'ju azgjidhim në një farë mënyre hallin e tyre, dhe zoti Rama, siç duket, ka bërë një zgjidhje shumë interesante që kjo tregon që 11 milion euro do të investohen tek të gjithë dëmet që janë bërë deri më tani, sepse ndoshta numri edhe do të rritet më shumë, sepse dëmet janë tepër të larta, pasi që ka kapur një zonë goxha të gjerë në Shqipëri.